t'i veçojnë në këtë rast ta zënë. Do të ketë një aktivitet ditën e nesërme, pra të njëjtën orat 18, kushtuar Recep Qosjes. Recep Qosja rilindasi i fundit, do të shfaqet një dokumentar i përgatitur nga gazetarja Rudina Xhunga, dhe pastaj do të ketë disa fjalime aty dhe konsiderojmë si një aktivitet më të veçantë, pra kushtuar autorit dhe shkrimtarit të njohur, tani më të ndjer Recep Qosja, dhe një aktivitet që po ashtu ka të bën me një poetesh të ndjer, që do të mbahet po ashtu tek sheshi, është të lexojmë nga poezitë e Linida Ahmetit. Pra janë dy ngjarje që dua t'i veçoj nga ato klasiket që ka të bëjnë me promovime dhe bashkëbisedime me lexuesit. Është një program i ngjeshur, ne kemi përgatitur e kemi shpërndar tek faqja e komunës dhe në faqet tona, por sigurisht që do t'u përcjellim edhe juve mediave në mënyrë që qytetarët jenë të njoftuar me gjithë atë që do të ndodhë gjatë këtyre ditëve të panajillit në Çarshi dhe të Sheshit Skënderbeu.